Arjan Konomi, një nga figurat më të njohura të opinionit publik në Shqipëri, është rikthyer në vëmendje me një rrëfim të sinqert dhe të drejtpërdrejtë. I ftuar në emisionin e Arbana Osmanit, Mirëmbrëma yje, Konomi ka folur pa dorashka për arsyen e vërtetë të largimit të tij nga Top Media, duke konfirmuar zërat që qarkullonin prej kohësh. Në intervistë, ai zbuloi se gjithçka nisi nga një koment kritik që ai kishte bërë publikisht ndaj opinionistëve të atëhershëm të Big Brother VIP, Jacqueline Lekatari dhe Arber Hajdari. Çfarë ndodhi në prapasken? Konomi tregoi se pas postimit të tij, kishte marrë një telefonat nga drejtuesit e televizionit. Unë u largova nga topi për një koment që bëra në lidhje me opinionistët e Big Brother. Më morën drejtuesit e televizionit dhe më thanë hiqe. Unë i thash, e kam postuar dhe nuk e heq. Më bën pezullim dhe më thanë që nëse nuk e heq, do largohesh. Okej, thash, largohem unë. Unë u largova nga topi për një postim që nuk e hoqa. U shpreh Arjan Konomi përballë Arbana Osmanit. Çfarë shkruante Konomi në postimin që i kushtoi vendin e punës? Kujtojmë se bëhet fjalë për një reagim të ashpër të Konomit rreth 2 vite më parë, kur ai shprehu zhgënjimin e tij për nivelin e debateve në studio. Në atë kohë, Arjani shkruante se ndjente një shije të hidhur nga mënyra se si opinionistët po e trajtonin formatin. Në postimin viral që refuzoi ta fshinte, ai shprehej: "Teksa e dëgjoja, më dukeshe sikur po shikoja njerëz të rëndomt, mediokër që diskutojnë në një lokal periferie dhe japin e marrin, thonë stërthon. E kthejnë e debatojnë në mënyrë më vulgare në një spektakël. Mediokriteti vret më shumë se ignoranca." Ky qëndrim parimor me sa duket I ka kushtuar Konomit karrierën e tij në përputhen. Por siç thot dhe vet ai, nuk u pendua që mbrojti mendimin e tij të lirë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.